Qeveria e ime e njeh ushtrisë ligjore të Kosovës. Pas një betejë të gjatë me një sëmundje të rëndë, ka vdekur të martë në moshën 78 vjeçare, doktor Bujar Bukoshi, një nga figurat më të njohura të skenës politike dhe shëndetësore të Kosovës. Bukoshi ishte ndër themeluesit e institucioneve paralele shqiptare gjatë viteve 90 dhe një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të presidentit historik Ibrahim Rugova. Ai u emërua kryeministër i qeverisë së Kosovës në eksil pas shpalljes së Republikës së Kosovës në vitin 1991 dhe për afro një dekadë punoi nga Gjermania për të sensibilizuar botën perëndimore për represionin serb në Kosovë. I lindur më 1947 në Suarek, ai përfundoi studimet e mjekësisë në Universitetin e Beogradit në vitin 1971, ndërsa u specializua në urologji në Prishtinë dhe Beograd më 1977. Më pas vjoi edukimin në Gjermani me bursa prestigjioze si ajo e DAAD dhe Senatit të Berlinit. Në vitin 1985 mbrojti doktoraturën në fushën e onkologjisë urologjike në Berlin, përveç kontributit të tij si mjek dhe profesor në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë. Ai luajti një rol kyç në themelimin e Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit dhe të lidhjes demokratike të Kosovës, ku u zgjodh sekretari i përgjithshëm, i përndjekur nga regjimi serb për shkak të angazhimit të tij politik në vitin 1990. Ai u dëbua dhunshëm nga klinika e Prishtinës, ku po punonte si kirurg. Me krijimin e qeverisë së Kosovës në eksil, Bukoshi organizoi rrjetin e donacioneve nga diaspora, të njohur si 3%-shi, që mbajtë në jetë sistemin paralel të arsimit dhe shëndetësisë në Kosovë. Ai mori pjesë në negociatat e Rambujës dhe drejtoi Unionin e Fondeve për Rindërtimin e Kosovës, përmes të cilit u rindërtuan shkolla, shtëpi dhe projekte kulturore në vend. Më pas shërbeu si deputet, ministri i shëndetësisë dhe zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës. Dëshiroj mirëseardhje dhe rikthim e zëvendës kryeministrit zotit Bujar Bukoshi në punën e kabinetit të qeveritar të Republikës së Kosovës, duke falendëruar dhe respektuar angazhimin e tij, zotimin e tij dhe parimet e tij. Bukoshi do të mbahet mend si një ndër figurat më të përkushtuara të kohës së rezistencës paqësore dhe të periudhës së ndërtimit të shtetit të Kosovës. Ai ishte një urlidhse ndërmjet mjekësisë, politikës dhe mërgatës shqiptare në Evropë. Vdekja e tij lë një boshllëk të madh në jetën publike të vendit.